Princi William, më duhej shumë kohë për të kuptuar ndjenjat e mia. Në një nga deklaratat e tij personale, princi i Walesit foli hapur për shëndetin mendor, nevojën për modele meshkujsh dhe rëndësinë e të kuptuarit të emocioneve. Princi William bëri një rrëfim të sinqert për menaxhimin e emocioneve dhe shëndetit mendor gjatë një episodi special të programit Life Hacks të BBC Radio 1, gjatë një diskutimi rreth vetvrasjes mashkullore me prezantuesin Greg James. Trashëgimtari i fronit britanik theksoi se i duhej shumë kohë për të kuptuar emocionet e tija. William foli për rëndësinë e introspeksionit, duke përshkruar procesin e të kuptuarit emocioneve si thelbësor. Më duhet shumë kohë për të kuptuar pse ndihem në një mënyrë të caktuar. Është e rëndësishme të bësh një vlerësim të vetes. Ai gjithashtu vuri në dukje se krizat e shëndetit mendor janë shpesh të përkohshme, edhe kur përjetohen intensivisht. Mund të kalosh një periudhë shumë të vështirë, por do të kaloj. Një pikë qendrore e fjalimit të tij ishte nevoja për më shumë modele meshkujsh që flasin publikisht për shëndetin mendor. Ne kemi nevojë për më shumë burra për të normalizuar këto biseda, tha ai, duke theksuar se ngushëllimi në bisedë fillon me kuptimin e vetë temës. Shëndeti mendor ka qenë prej kohësh në qendër të vëmendjes së princit. Fondacioni mbretëror do të kontribuojë £1 milion për krijimin e një rjeti kombëtar për parandalimin e vetvrasjeve, me qëllim promovimin e shërbimeve kërkimore dhe mbështetëse. William përsëriti se qasja në ndihmë mund të jetë një gur i vogël i trampolinës që dikush ka nevojë në një kohë kritike. Diskutimi përfshinte gjithashtu ekspertë dhe figura të industrisë muzikore përfshirë, profesor Green, i cili ka qenë i përfshirë në fushën e shëndetit mendor për vite me radhë. Artisti i cili ka folur publikisht për humbjen e babait të tij e quajti pjesëmarrjen e princit veçanërisht të rëndësishme, duke vënë dukje se qëndrimi i tij publik ndihmon në uljen e stigmës. Ai është mbështetës i organizatës tonë. Deklarata e William ishte një pjesë e një angazhimi më të gjerë nga familja mbretërore britanike për të forcuar dialogun publik mbi shëndetin mendor. Në vitet e fundit, princi ka folur vazhdimisht për vështirësitë psikologjike me të cilat përballen burrat, veçanërisht në lidhje me presionin shoqëror për të ruajtur heshtjen emocionale. Mesazhi që ai po përpiqej të përcillte ishte i qartë. Të flasësh për ndjenjat e tua nuk është çështje dobësie, por një mekanizëm rezistence. Nëse flasim më shumë për këtë çështje, mendimi i vetvrasjes mund të bëhet gjithmonë më i largët, tha ai, duke shtuar një notë optimizmi. Mund të zgjohesh nesër dhe të ndihesh shumë ndryshe, shkruan CNN.